Raporti i fundit i Eurostat për varfërinë dhe përjashtimin social në Europë nxorri një realitet të rënditës për Shqipërinë. 44.5% e familjeve shqiptare me fëmijë janë në rrezik varfërie ose përjashtimi social. Praktikisht, gati gjysma e familjeve që rrisin fëmijë në këtë vend jetojnë mes pamundësisë ekonomike, frikës për të nesërmen dhe mungesës së sigurisë minimale sociale. Kjo nuk është më thjesht një statistikë ekonomike, është fotografia më brutale e Shqipërisë reale. Në një kohë kur propaganda politike flet për zhvillim, investime strategjike, turizëm rekord dhe ekonomi në rritje, mira familje shqiptare nuk arrin të përballojnë jetën bazike. Një pjesë nuk paguajnë dot faturat, të tjerë nuk përballojnë ushqimin cilësor, pushimet, aktivitetet sociale apo shpenzimet e papritura. Për shumë familje shqiptare, fundi i muajit është kthyer në një ankth të përhershëm. Shqipëria sot po jeton një kontrast dramatik. Nga njëra anë kemi kullat luksoze, resortet milionshë dhe projektet e mëdha urbane që shiten si simbol zhvillimi. Nga ana tjetër kemi një popullsi që po varfërohet çdo ditë me paga të ulta, çmime në rritje dhe një kosto jetese që nuk përputhet as pak me realitetin ekonomik të qytetarëve. Në shumë raste, Shqipëria ka çmime europiane, për paga dhe standard jetese jemi shumë më ullët se Europa. Ajo që e bën situatën edhe më alarmante është fakti se varfëria nuk po prek vetëm të papunët. Sot edhe njerëzit që punojnë jetojnë në vështirësi ekonomike. Një familje me 2 paga minimale shpesh nuk arrin të mbulojë qiran, ushqimin, transportin, energjinë elektrike dhe nevojat bazë të fëmijëve. Pra, puna në Shqipëri nuk garanton më mirëqenie. Ajo garanton vetëm mbijetesë. Ky është një tregues shumë i rëndë për një shoqëri. Kur një shtet nuk arrin të garantojë familjeve me fëmijë një jetë minimale dinjitoze, atëherë kemi të bëjmë me një krizë të thellë sociale dhe ekonomike. Fëmijët që rriten në kushte varfërie kanë më pak akses në arsim cilësor, në aktivitete sociale, në ushqim të shëndetshëm dhe në mundësi zhvillimi. Kjo do të thotë se varfëria nuk po prodhon vetëm probleme për të tashmen, por po ndërton edhe një të ardhme më të dobët për vendin. Raporti Eurostat tregon se Shqipëria renditet më keq se shumica e vendeve të rajonit. Serbia ka një nivel shumë më të ulët të familjeve në rrezik varfërie. Po ashtu, edhe Maqedonia e Veriut apo Malizi. Kjo tregon qartë se problemi nuk është vetëm i ekonomisë globale, por lidhet drejt për drejt me modelin ekonomik dhe social që është ndërtuar në Shqipëri gjatë viteve të fundit. Ekonomia shqiptare vazhdon të mbështetet fort te revitancat, te paratë që dërgojnë emigrantët dhe te konsumimi i mbajtur artificialisht gjallë nga borxhet dhe kredit. Ndërkohë prodhimi vendas mbetet i dobët, pagat nuk rriten në të njëjtin ritëm e çmimet dhe shumë sektorë të ekonomisë nuk krijojnë vende pune me paga dinjitoze. Në këtë kushte familja shqiptare po e humbet çdo ditë më shumë sigurinë ekonomike. Një tjetër problem i madh është emigracioni. Të rinjt po largohen masivisht, sepse nuk shohin të ardhmen në Shqipëri. Kur një familje nuk arrin të ndërtojë siguri financiare për fëmijët e saj, emigrimi shihet si e vetmi rrugë shpëtimi. Kjo po sjell jo vetëm të kurrje të popullsisë, por dhe plagë të shoqërisë shqiptare. Shqipëria po humbet fushim punëtore, energjinë rinore dhe potencialin më të madh për zhvillim. Në thelb, problemi më i madh nuk është vetëm varfëria ekonomike, problemi është normalizimi i saj. Shqiptarët janë të lodhur aq shumë me vështirësitë sa po mësohen të jetojnë me mungesën, po mësohen me çmimet e larta, me pagat e ulta, me pamundësinë për të kursyer apo për të ndërtuar një jetë të qëndrueshme. Dhe kjo është ndoshta drama më e madhe e këtij vendi, sepse një shoqëri që mësohet me varfërinë humbet gradualisht edhe shpresën. Dhe kur humbet shpresa, fillon zbrazja e vërtetë të një kombi.